U kthyem në studio për të folur për çështjet ekonomike në vend. Me mua në studio është ekspert I njohur I çështjeve ekonomike, zotëria Jakobe Bellaqa. Faleminderit shumë që gjete kohë që të jesh pjesë e Infodes. Përshëndetje për audiencën e juaj. I nderuar si njohës I kësaj fushë mjaft rëndësishme dhe etike për jetesën e të gjithëve neve, do të kishim dashur të di më shumë lidhur me pikpamjet e tuaja për shtrejtimin e rrymës, pra që u bë për 16%, tani më e konfirmuar prej ZRE-s. Po, faktikisht unë si çdo qytetar, edhe tash në cilësinë e ekspertit ekonomisë, faktikisht nuk e kam mirë pritur, nuk e mirë presë, edhe zërim ka qenë që mos të ngritet çmimi tarife dhe me thënë të energjisë elektrike, sepse faktikisht inflacioni për çdo ditë, për çdo muaj është duke ngritur, krahun tjetër çmimet për produkte elementare për çdo muaj thuaj është duke ngritur, edhe në aspekt mujor edhe vjetor, gjithashtu edhe kjo e rëndon më shumë jetën e qytetarëve në aspektin ekonomik. Sidomos ndikon te kategoritë me të hyrat e ulta, kategoritë me asistencë sociale, kategoritë me pensionale, gjithashtu edhe punësuar si në sektorin privat, gjithashtu në sektorin publik, por ndikon edhe tek bizneset, sepse arrit koston e të operimit qoftë në prodhimin e produktit, qoftë në shërbime, gjithashtu ekonomitë familjare apo ambisrit, dhe me thënë familjare ndikon, gjithashtu edhe te prek çdo qytetar, çdo individ, por është një efekt negativ në këtë aspekt se momenti ku ka ngritje çmimet e energjisë elektrike faktikisht edhe e vështirëson edhe zinxhirin furnizues të artikëve elementare bazike, të cilët nuk mundet pa asnjë qenie njerëzore apo asnjë individ, asnjë familje, asnjë konsumator nuk mundet që të jetoj në aspektin fizik dhe në aspektin biologjik, mirë por rëndon edhe në aspektin ekonomik, e kjo është për shkak që pasi e rëndon edhe jetën socio-ekonomike, edhe faktikisht dobëson edhe fuqinë blerëse të qytetarëve për artikujt bazike, momenti kur e dobëson fuqinë blerëse faktikisht krijon përkeqësim situatës ekonomike, situatës tregut, faktikisht krijon mos produktivitetin e duhur edhe tek bizneset, gjithashtu ndikon edhe te thjesht sikur që është dukuri shqetësuese tek trit dhe trejat, që për çdo ditë janë duke nshuar Kosovën faktikisht, edhe tek bizneset ndikon që... Ja, do të ndikoj edhe më shumë, besoj. Sigurisht ndikon, edhe do të ndikoj edhe më shumë, edhe do të kurrët edhe fuqia punëtore në biznese, faktikisht ka qenë në dukuri edhe më herët, pa ende duke është shqetësuese, çdo I dyti biznes kërkon punëtor, për arsye se për çdo ditë më shumë janë duke nshuar Kosovën, për shkak se kosto jetës shumë e lartë, edhe pse ka ngritje të vogla, dhe me thënë disa vite, ngritje të pagëve, faktikisht edhe prapë ndikon negativisht edhe në kosto jetës, edhe çmimet elementare bazike, janë sidomos disa artikuj bazike janë më të larta si në vendet e perëndimit. E ne jemi ekonomi me status të ekonomisë në vendet në zhvillim, disa në perëndim, Gjermani, Itali, Austri, Zvicra, ato janë statusin e Francës, ato kanë statusin e ekonomisë së zhvilluar, janë ekonomi të mëdha. Ne jemi ekonomi e vogël, ekonomi e ndërvarur, ku thëmë ndërvarë sepse jemi varëm nga importi, faktikisht 80% të produktën në Kosovë importohen nga vendet e rajonit, edhe jemi ndërvarë nga importi, edhe shpenzimet e kostës transportit, doganës, tatimeve të veshën, qevilet, edhe në kufi, edhe në brenda, qevilet të veshëja, faktikisht rëndojnë më shumë, edhe tek bizneset që e caktojnë një diferencë në çmim, faktikisht për me operu, për me funksionu si biznes, e vërtetë në më shumë jetën e qytetarit të cilat ndikojnë negativisht. Përmende punëtorët, pra, me rastin e rritjes së çmimit të energjisë elektrike, pra do të kemi edhe një mënyrë edhe punëtor më pak të punësum.
duke ditur se sa do të jenë të përballueshëm për ekonomitë nëse ka një numër më të madh punëtorëve, duke ditur se çysh funksionon tek ne kjo çështja e punëtorëve. S'kan punë e zvogloj numrin. Po, sidomos tek punëtorët në ekonomi trajtohen si kapitali variabël apo i ndryshueshëm, është kapitali më i çmueshëm të cilët i bën funksionitetet e punës, objektin e punës, fuqinë punëtore dhe funksionalizon energjitë pozitive brenda biznesit. Faktikisht me pagat e ulta edhe kurrën e fuqisë punëtore nëpër biznese nuk e gjen veten, krijon ambient armiqësor në biznes, në jetën e përgjithshme, krijohet një klimë e përshtatshme jetësore, ekonomike, qoftë biznes, o jashtë bizneset, në jetën shoqëro-ekonomike, faktikisht krijohet një klimë e papërshtatshme edhe tek biznesi bëhet një kurrë e fuqisë punëtore, ndërsa e sheh vetveten si kapital i çmueshëm, kapital human që të del jashtë Kosovës në mënyrë që të sigurojë jetën ekonomike dhe sociale, të ndihmojë vetveten, të ndihmojë familjet. Kjo vjen edhe si pasojë e pagës së ulët. Pra paga minimale në vendin tonë është 350 euro. Kemi një rritje prej 16%, që do të thotë ma shumë se gjysma e pagës do të shkojë për energji elektrike. Është e vërtetë. Sidomos për shembull po të bëjmë një krahasim të vogël si se ka më herët kategoritë me hyra të ulta për shembull pensionet apo pensionerët që kanë 120 euro, faktikisht një familje të vogël 4 anëtarësh ose 5 anëtarë, faktikisht gjatë dimrit dikon 100 euro në muaj kanë shpenzimet e energjisë elektrike, mbesën vetëm 20 euro gjatë muajit. 100 euro ka ortash, se tash do të kemi edhe më... Plus 16%. Plus 16% që në ndëllë edhe më shumë. Faktikisht edhe do pëson fuqinë blerëse, krijon kostën më të lartë të jetës për me mbjetuar, se jo për të jetuar, se faktikisht me ngritjen e çmimeve tarife edhe të energjisë elektrike, edhe krijon një situatë të pakëndshme edhe të papërballueshme për jetën e qytetarëve, siç e se kam herë, sepse ndikon në zinxhirin furnizues, ndikon të gjitha artikujt elementarë bazike, të domosdoshme, që e përkushton situatën ekonomike, sociale, edhe dëpson edhe cilësinë e jetës, do duhet e kundërta që të ngritet cilësia e jetës. Faktikisht nëse ka ngritje çmimit të energjisë elektrike, nëse ka inflacion, faktikisht do duhet aq sa ka ngritje të çmimeve, aq do të ketë edhe ngritje të pagave, ose shteti gjë modele, mënyra që ta subvencionoj kategoritë me të hyra të ulta në këtë rast për energjitë elektrike. Ne kemi pa reagimet e Ministrës së Ekonomisë, pra Rizvanolli, të energjisë, se çka dha e rekomandime, mos shpenzoni rrymë apo kish përdoret mandej me disa terma dhe banal që e tha ajo. Po, rrymë është aset strategjik. Sidomos në këtë kohën të cilën jemi duke jetuar, faktikisht sikur buka dhe ujë që janë domosdoshme për një qenie njerëzore, për të gjitha familjet, të gjithë qytetarët, gjithashtu pa rrymë nuk mundet që as një orë, 2 orë apo një ditë dy që të jetojmë, sepse të gjitha produktet, shërbimet varen nga rryma. Andaj kjo thjesht askush nuk shpenzon më shumë edhe i pa kujdesshëm mënyrë sepse ato duhet që të paguajnë rrymën. Ai kushton në xhepin e çdo qytetare, andaj është më interesuar se sa X persone apo X ministra apo njëri i politikës që ta kushtojë xhepin e vet, sepse kushtet ekonomike diktojnë edhe jetën e qytetarëve praktikisht. I diktojnë, i të kurrin kërkesat në momentin që do të kishte energji elektrike me çmim tregut, edhe do të ishte çmimi, domethënë tregu i energjisë elektrike do duhet të ishte i liberalizuar. Tregu i energjisë elektrike nuk është ende i liberalizuar, sepse keci krijon monopole, është shpërndas i rrymës, i vetmi keci edhe në varën
edhe këtu thjesht ka monopol, po t'ishen 2 apo 3 do t'ishe tregu i liberalizuar, do t'kishe çmime tregu. Këtu nuk ka çmime tregu. Andaj pasi s'ka çmime tregu të caktohet një thjesht një korporat në këtë rast, një biznes i caktuar që mirët me shpërndar energjisë elektrike se e cakton. Faktikisht sepse ka monopol në këtë fakti. Ne do duhet që të liberalizojmë, do duhet që unë e kom cekëtane për shumë intervjisa tjera, do duhet të ndërtojmë një termocentral të ri, këtë që 25 vite në bo, me 100 milion shpenzohen në vetë për energji elektrike. Ma herët, si pas një studimi fizibiliteti në aspektin ekonomik për 1,2 miliard euro ka qenë para disa vite që më ndërtu një termocentral i ri, ne i kishëm ndërtu disa termocentrale, se jo një. Si që fletë për termocentralin C, që po, thjesht në kemi thëngjell të mjaftueshëm, mbi 12 miliard tonë, dhe me thënë që i kemi thëngjell, andaj thjesht edhe thëngjile që eksploatohet në këtë rast prej kekut, apo nëse për operatorëve të ndryshme faktikisht si lëndë e parë jo cilësore shqitë shumë me një çmim shumë tulte. Faktikisht ne do duhet që po të ndërtohe t'jesht keni një termocentral të ri, apo po të ndërtohe një termocentral tjetër, ne do të kishëm çmimet e energjisë elektrike më tulte në rajon, dhe do t'jesh i përballueshëm momentin ku të ka çmimet tulta të energjisë elektrike, edhe çmimet elementare bazike do të ishin të stabilizuara. Faktikisht. Tek ne për çdo ditë ngritën çmimet. Unë para 2 java apo 3 kur ka paralajmëruar 3 javë faktikisht parafarsisht që do të ketë ngritje çmimet të energjisë elektrike për 15% pas 2 ditëve, jem dëshmitar që artikujt elementarë bazike diku 10% janë ngrit. Edhe kom vrejt, edhe faktikisht edhe i kom informatat që kom disponu në atë kohë, ende pa hypë përqi. Faktikisht tash vetëm është apliku sot, është e konfirmuar si mas, si 16%, kjo në rëndën edhe për 16%, faktikisht, ma shumë jetën e qytetarëve, sidomos të kategoritë si e ka betyra të të ndikon ma shumë negativisht, e bën edhe ma të papërballueshëm jetën e qytetarëve. A besoni që do të ketë edhe më shumë migrim duke ditur mënyrën e jetesës e cila po vështirësohet edhe me tutje në vendin tonë? Po sigurisht sepse faktikisht me këto paga tulta, ai nuk mund me jetu. Çdo i punësuar për shembull. Sa sipas jush do të me qenë paga minimale në vendin tonë, duke pasur për bazë të gjitha këto ballafaqime që po i bëjmë në jetën tonë të përditshme? Unë gjithmonë kam qenë udhëtar, edhe jam udhëtar, që ne duhet të paga minimale duhet të jesh sipas rajonit. Nëse ka X vendi, Maqedonia, apo Malezia, apo Shqipëria, 500 euro duhet ta keshim edhe ne. Edhe pse bruto produkti i ekonomisë Kosovë është mbi 10 miliard euro, ma jo si disa ekonomi, mirë po paga minimale do të jesh sipas rajonit, atëherë do të kishe arsye edhe një pretekst i fuqishëm, domethënë sepse arsyeshmëria ekonomike është e mjaftueshme edhe nuk është diskriminuese faktikisht. Ka pasur ngritje pagës minimale, por nuk është e mjaftueshme sepse çmimet për çdo ditë janë duke ngritur, inflacioni për çdo ditë është duke ngritur. Faktikisht edhe në ekonomitë normale, në shoqëritë normale është 2-3% vjetor të inflacionit. Këtu ka për çmimet elementare bazike ka 40-50%, ndoshta edhe më shumë. Që është goxha shumë dhe jo normale. Jashtë normale, ndërsa çmimet jo elementare faktikisht janë më të ulta ndoshta edhe si në rajon. Mirë po çmimet jo elementare janë qytetarët i blenë ma pak, i blenë edhe ma rrallë i blenë edhe ndërsa çmimet elementare bazike për çdo ditë i blenë, janë është domosdoshëm, është jetike, pa të cilët nuk mund të ekzistojnë
me egzistu asë një Kemi individ. pa dhe ndonjëherë që është bërë krahasime në mes çmimeve në Gjermani, në Zvicër, se përket produkteve në Kosovë. Qëftë qumshti, Çmimi vajit, shumshit, pra ishte shumë më i ulët. vajit, mishit, pembet, perinjve është më i lashtë se në Gjermani. Mi pa, mendoni se ne parë situmi vetëm me fakti se nuk kemi prodhim të vajit, nuk kemi prodhim të mjaftueshëm të çumshit. Pra, pse qeveria Kosovës nuk po i kthen syt ka çështja e bizneseve në vend, të ketë ambazësimet e bizneseve në vend, në mënyrë që ne mos jemi të detyruar që çdo herë t'i blejmë edhe produktet esenciale. Por këtu do duhet të ndryshohen për treguesit makroekonomik, politikat makroekonomike, do duhet të ndryshojnë politikat të përshembull të eksportit, të importit, tregtisë jashtëm, pastaj do duhet ndryshuar për politikat monetare, do duhet ndryshuar politikat fiskale, do duhet ndryshuar politikat tatimore, në mënyrë që do duhet unë kam qenë udhëtar dhe jam udhëtar që të përgatitet një projekt ligj për produktet apo për prodhimin e produktet të cilat i lehtëson, edhe çdo eksport do duhet subvencionohet nga qeveritë. Kurdo që ta formon do duhet më shumë merren ta ketë prioritet mbi prioritetet çështjet ekonomike, më pak çështjet politike. Agenda ekonomike do duhet të dominojë përpara agendës politike. Ne jemi shtet i vogël, shtet i ri, ne jemi të fuqishëm si shoqëri, si shtet vetëm nëse jemi ekonomikisht domethënë të fuqishëm, funksional, edhe do duhet ku e ceka për produkte elementare bazike, unë jam i thashë që ta përgatisin një strukturore, një ligj për produktet elementare, për çmimet tavan dhe çmimet dysheme, ashtu siç që janë të në disa vende të rajonet, po dhe në çdo ekonomit e mëdha, ato janë sepse edhe në Gjermani për shembull, ose në çfarëdo shteti me status ekonomisë zhvilluar, po edhe në Maqedoni para pandemisë është aplikuar çmimet, domethënë që çmime projekt ligje për çmimet elementare bazike, për çmimet tavan dhe dysheme, domethënë caktohet çmimi tavan se deri ku do ta ketë marzhën e çmimeve, domethënë. Ndërkaq tek neve ka qenë një poshtë në kushtetues, nuk e di nuk ka qenë strukturuar një juridikisht, është e ka rrezu kushtetuesa. Po faktikisht edhe ministja u tha se ka shkelur ligj kushtetutën në vendit, pra sa i përket mos balancimit të çmimeve tavan në vend. Po tash ato do të pasa mekanizme si me zbatuar ato. Nëse përgatitet me këtë cekë mekanizëm, po duhet në teren me pas inspektor të rregullt më shumë, me dalë në teren më shumë, jo me najtë në zyre, edhe momenti ku ka shkeljet ligjit, kem ligje dhe legislacion kem të mjaftueshëm, edhe ka direktivat Bashkimit Evropian, të cilët mjafton që ne të zbatojmë, mjafton që të kemë punësuar shumë inspektor të rregullt që del në treg. Po çish mundën me u hap bizneset e reja në vend, kur vazhdimisht ka thirrje për jo stabilitet të sigurisë në vendin tonë? Po sigurisht çështjet ekonomike varet nga çështjet politike, çështjet sigurisë. Momentin ku ka stabilitet, ka qetësi politike, ka edhe stabilitet ekonomik, krijohen kushte, domethënë më të favorshme që bëhet biznes, momenti që ka jo stabilitet politik, faktikisht investitorët e jashtëm hezitojnë që të investojnë në Kosovë, edhe të hezitojnë që të investojnë në sektor strategjik, që krijohet produktiviteti i brendshëm, oferta e brendshme. Andaj do duhet që Kosova do duhet që është e vërtetë që ka mbi 20 vite Kosova është në dialog me Serbinë, është pikë e ndihshme, mirë po do duhet të jemi më të fuqishëm në këtë aspekt, në mënyrë që të organizojmë konferenca ndërkombëtare, domethënë konferenca me donatorë të jashtëm, në çdo qytet të Kosovës, që në mënyrë që kompanitë e huaja të vinë në Kosovë. Edhe diaspora do të kishte mund me lu rol goxha të madh, mendoj. Diaspora është një nga infuzionet më të fuqishëm për gjallërinë ekonomike, për jetën ekonomike, mirë po
faktikisht struktura ekonomisë Kosovë do duhet ndryshohe, nga dërgesat apo emitenset e diasporës do duhet ndryshohe në të shëndrojnë në investimet të diasporës në Kosovë. Së dërgesa, dhe me thënë është më shumë... Qysh me mujt me ndru këtë sistem? Mune me ndru me kryu kushtet favarshme, me të bërët biznes, shtetit me ligjet me ofru, për shembull 5 vite me ofru lokacion, nëse i punëson kaq, punëtor, 5 vite në lokacion çdo komunë me ofru që thjesht mos më pagu qërohen, gjithashtu mes me ngarku, me lecu me tatime, për shembull të veshoja nga 18% shumë artikuj elementar bazike do duhet zbritën me 5%. Kam qenë edhëtor, jam edhëtor, gjithashtu të veshë në duhet me vilet edhe në kufi edhe mbrana Kosovës, dhe me thëtë kryot lesira të timore, të favërshme. Dështë duhet me marrë edhe shembujt në rajon, pra. Sigurisht. Shërbia, cila është një thithse e këtyre investimeve, sidomos amerikane, pra. Po sigurisht se ne të varëm, ne duhet jemi një pakete përbashkët me rajonit, sepse dashe pa dashe, shtetet e rajonit duhet të zhvillohet shtylla e jashtme e ekonomisë, që është shtylla e tretisë e jashtme, dhe më thënë që bëhet eksporti dhe importi, edhe kosto e ma është me orët, nuk duhet që ekonomitë e rajonit të mirë me nacionalizma, po do duhet të kryot hapësirë të bashkëpunimit, në bashkëpunim ekonomik, sepse ekonomia është që i bashkon popujt të ndryshme, të largon armiqësitë politike mes popujt të ndryshme, edhe ekonomia që i bashkon jashtë dhe bashkëpunimi ekonomik, faktikisht dhe i normalizon raportet me gjitha vendet e rajonit. Gjithashtu do duhet që me stimulu prodhimin e brendshëm, do duhet të vendosim tarifa për mbrojtjen e produktet brendshme. Për me stimulu prodhimin e brendshëm, do duhet për produktet e jashtme do të ngritën tarifat. Çish po ndodh për shembull këtë rast Donald Trump, presidenti i Amerikës, ai është vjen për botës biznesin, është duke fuqizuar ekonominë amerikane, është duke stimuluar për me zhvillu ekonominë amerikane. Unë mendoj që mas 3 vite, 4 vite, ka me qenë shumë ma zhvilluar ekonomia. Do duhet që edhe netit për me favorizu prodhimet e brendshme, qoftë bujqësore, qoftë blegtorale, industrinë e lehtë, dhe pastaj do duhet ndryshohet modeli i ekonomisë. Tek ne është aplikuar modeli i ekonomisë lineare, do duhet kaloj nga ekonomia lineare, do duhet të përdorme ekonomisë qarkulluese, qarkore, do duhet faktikisht të kalojmë në ekonomi qarkulluese faktikisht, se do të duhet ndryshojnë këtë rast me një politika të favorshme, kushdo që të formon qeverinë, do duhet të përgatit një agjendë ekonomike, do duhet të përgatit një strategji kombëtare për ekonominë Kosovës, që ka kostën e vetë, por do duhet që me ekspert ndërkombëtar, por me ekspert vendor, një që ta nxjerrë ekonominë e Kosovës nga kjo situatë, nga situata e mbjetesë në një situatë me një stad më të lartë, më të favorshëm që të zhvilloj ligjet ekonomike, proceset ekonomike, edhe thjesht qytetarët e Kosovës të shohin si vend si të përshtatshëm edhe me kushtet të favorshme që për me jetu e me zhvillu jetën në Kosovë. Jo ta shikon Kosovën si kur një vend thjesht që pa jetueshëm, faktikisht. E vërtet. Po, neve kemi pa që ka tarifa edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra a munden këto tarifa të ndikojnë në gjendjen e ekonomisë në vendin tonë? Tek tarifat, si marrë disa dhënave statistikore, dikon vitin e kalum, Kosova ka pas eksporte për Amerikë, dikon 39 milion euro, nuk është vlerë modhe, faktikisht nuk ndikon qëtë shumë. Ne jemi, Amerikën kemi aleat strategjik të sinqert, përhershëm, që e ka themelu shtetin e Kosovës, edhe e ka funksionizu shtetin e Kosovës, ndoshta aleatin më të sinqert që i ka shty edhe duke shty gjitha proceset ekonomike, nuk ndikon, shumë pak ndikon
Po ato bizneset që operojnë pra në Amerika atje tashmë që kanë fillu për mi dërgu mallrat atje, a ka mundësi të shuhen ato biznese? Ose ndoshta përveç faktin që kanë arritur atë? Jo, për shkak sepse tarifa që është aplikuar për Kosovën, Shqipërinë dhe për molin e zi është 10% më ulët se çdo vend të Evropës, jo vetëm Ballkanit. Ndërsa për vendet e Ballkanit përndimor disa që ka aplikuar 35% Serbinë, për Kroacinë, ato vende të tjera, kjo është thjesht është minimale për Kosovë, kur të gjë nuk ndikon negativisht për ekonominë e Kosovë, as nuk duhet bërë alarm, as nuk duhet krijuar panika, po diçka me bot moda se kur gjë nuk ndikon absolutisht. Mos mendoj çdo njeri që ka bë rastësisht ose diçka, ka bë thjesht ne kemi miq Amerikën edhe faktikisht në Amerika gjithmonë ka ndikuar dhe ndikon edhe pozitivisht në gjitha aspektet e jetës në Kosovë. Po mos ishte Amerika, faktikisht ne nuk do të ishim themelluar si shtet fare. Ne vetë fakti që për 5 vendet e Evropës, të cilin shtetet më të fuqishëm disa shtetet e Evropës që nuk po njohin, po ndikon në aspektin e ekonomik Kosovës që Kosova mos të integrohet në mekanizmat rajonal dhe evropian, që ndikon negativisht edhe në ekonominë e Kosovës, ndikon negativisht në të bërët biznes, ndikon negativisht edhe në eksportin, importin, edhe integrimin e produktëve madje në Kosovë në Evropë, edhe faktikisht ato janë 5 vende të cilët duke janë penguar ekonominë e Kosovës, përpas që nuk në njohin si shtet, faktikisht ka shumë vite për shembull që ne që jemi shpallë pavarësinë, ato nuk na njohin, edhe thjesht për arsye të ndryshme faktikisht edhe që nuk e mbështesin ekonominë e Kosovës si shtet edhe në aspektin ekonomik edhe në aspektin juridik. I nderuar, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodesat, na shpalosh të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me ekonominë në vend, e veçanërisht ajo për shtrejtimin e rrymës. Faleminderit se ngjarësh, ishte kënaqësi e veçantë. E të nderuar shikues të Infodes, ne do kthehemi përsëri në studio për të folur në një temë që ka bërë një bujë të madhe, siç është formimi i komunës së Boshnjakëve të iniciuar nga Dudebale. E për këtë kam të ftuar Ramiz Demiri, i cili do të na njoftojë më shumë rreth opinionit të boshnjakëve.